Dorian Hysko ka folur për pengjet profesionale dhe dëshirat apo xhelozit që kanë ndjerë prej ambicjes përgjatë karrierës së tij 20 vjeçare në media. Në podcastin e Dalina Buzit, ai shprehu admirimin për punën e Dritan Hoxhës me Top Channel, televizioni vetëm në cilën ai nuk ka hyrë ende, për një sër arsyesh që shpjegoi përgjatë intervistës. Një nga pengjet profesionale që kam është që nuk kam njohur Tan Hoxhën. Në aspektin si struktur flas, unë nuk kam shkuar akoma në Top Channel për ta mbyllur ciklin e plot të televizioneve. Doriani u tregua i hapur edhe për emisione televizive të cilët ka pasur dëshirë t'i prezantoj, si Kënga Magjike, Big Brother dhe Top Fest. Kur unë shija Top Festin, Këngën Magjike apo Big Brotherin, aty më kapte trishtimi. Arbana ka qenë fantastike, Ledioni ka qenë shumë i zoti në atë gjën e vet. Goni me Amin, me Xhemin kanë qenë shumë të fortë me Portokallin. Arditi nuk diskutohet. I shija dhe më vinte shumë inat se e dija që e kisha kapacitetin për ta kafshuar atë sken. Thjesht më vinte shumë inat, të nesërmen pastaj kthehesha në punë. Të jemi sinqert, kur shihja Arbanën, Ledionin kush e bënte Top Festin, atëherë ndjesha xheloz shumë, sepse e dija dhe muzikën si funksiononte. Ndjesha xheloz në atë kohë, tani jo. Ika nga televizioni se nuk isha çfarë të bëja më. Unë nuk kthehem më në televizion pa e patur punë të tretë.